thënë, u bëfsh 128. Tani ja 1 minutë, më falë se marova, edhe të fillojmë intervistën që të marrë ishte. Fillojmë intervistë tamam. Cili ka qenë profesioni jotë? Punoj në Sephora. Në Sephora, po jo para për Sephorës? Jo gjithmonë që kom punu. Sa vjeç që ke fillu punë në Sephora? Që 3 vjetë. Që 3 vjetër? Po kur e kuptove që pëlqen kari, më thënë? Qysh? A ke qenë çuni i vogël, apo je gos? Qa je edhe, ku ti qenë qa je tillë? Kam qenë djallë edhe ju më bo femër. Ke qenë djallë dhe je bë femër? Pra kur e kuptove që të pëlqen kari? A bën me vazhdu kur flasa? Po, vazhdo më falë. Kur i kom pas 13 vjetë, i kom thonë prindet edhe do i kanë pranu, do se kanë pranu. Amo apet unë e vazhduva edhe kom besu në vetë vetës edhe kurse kom... Si the vetën. Si the shpive dhe? Më pëlqen kari apo sha? Jo, thash që shtë se kur je fëmi i nuk flet që. Me qa kuptimi pra, si e the, këtë du me ti? Thash, jom besoj që jom ndryshe edhe që ka bot, amo është shumë vështirë mi thonë këto sene prindet kur je fëmi, se do mas kur je fëmi. Edhe unë s'kom di që shmja bo, edhe gjithmonë tani e kom shri punë të mija, e kom bo jetën vetë, më ka bo kërkosh e kom bo vetë e kom bo vetën, që me thonë, e kom pjell vetën në kërkur së më ka bo. Okej, Kozak, të bitë pak të Erinën, thot, a ke pasur në një lidhje serioze? Jo, kur s'kom pas lidhje serioze, amo jo më gati për me pas një. Do lidhje serioze? A je gjeloze? Në pak normal, besoj që kur je dashurum, besoj që duhet pak me kontrol. Kot me dit, o shoku, a ke ndjenja ti për shumë dashurohesh me një person, për shumë bin dashrim me një mashkull, edhe? Normal, po. Pra e të thënë, edhe? S'mo me ta spigu që është. Bravo. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, Kozak, të pyete pak, a ke kryer marrëdhënie seksuale me ballin? A kom bane marrëdhënie seksuale me ballin? Po. Jo, heq. A ke ndonjëherë me ballin? Jo, nuk është, ju më kom live me ballin, amo s'kena pas marrëdhënie. O Kozak, të pyete pak, a është e vërtet thot që ke dash me vën dhe mitër? A është e vërtet që ke dash të vesh dhe mitër? A bën me më shpjegu që ka është mitër? Mitra është, si me thënë, e ke parasysh motorin? është motori makinës? O kamja, mrejna në motor. Po si futet parë? Yterës thuhet. Si thuhet? Vagin, si thuhet e quna, si më shpjegu? Unë e kam vagin, amo nuk muj me bo fëmi. Po kjo nuk do me thonë që s'muj me pas ndjenja. Po si kam mundësi më dha ke bo vagin, më dha e pa besushme është edhe. Unë e kam ndjenja, krejt doktoret ke kanë bo punën, fantazi e kanë bo. Po ku e ke bo më dha këtë operacioni? Në Zvicër. Në Zvicër? Po. Parë zotin a ke van pillë edhe. E ke pre karin e ke bo pillë edhe. Ta prin, a do me të kazu që shte e bojmë a ju? Po, ne ka zot ati më dha, se se ti. A bën me, ose ta bën... Së më përqenë më duke që të... Më na i trogot atim si është bokari pjellë dhe, se është gjë çuditshme që se këna në gjurë e herë pakën, ta në gjëmë nga një person që e ka bë vërtet edhe. Ose, adin qka, nashta këto pyetje personal që të i ruj për në intervist në emicion, ose... Qa lidhe ka këtu, unë kam 10.000 veta live, ku keme pa intervisti me të pa 10.000 veta live. Ka pas ma shumë, po... Po, live 10.000 veta me shkullet e Go Talent në Amerikë si kërë. Ja, nështë këtu, janë 2-3 shumë mërmenja, ose që mërmenja qunit. Kozak të qa bëne si kalove të përshëndesim nga burgu Peshinit, mesazh nga burgu Peshinit, qunat në burg gjithë. Që që thënë, Kozak të qa bëne respekte nga burgu Peshinit. Ma pyt pa këtë mostrën thot, a është vërtet që rënkon shumë, pysin qunë. Rënkon si, për shumë si femër, me që ke vënë dhe mitërën, që ke vënë të pillin, a ku i shivarë, që ke vënë. A rënkon, a ke, a për shumë vërtet kur kryen marrëdhënie?
Jo sume për më përgjigj. A vërtet më se s'ka ndonjë gjë më dha. Kur ha kar, a vërtet? M'du më përgjigj është... Ka dhe femra që të bërtasin, e suko po shi robot, që jara... Na këtë ndryshe i na. Nuk është se vërtet. Unë stu me trup, po. Ti e gjatë me trupe, çuna duhet i gjatë. Shumë i gjatë apo? Po. Sa ne jo me e gjatë jam shumë. Po dak duhet shumë i gjatër. Ti të 1,90? Unë në 85. 1,85 duhet 1,95. Mirë është. Deri në 2 metra. Se 90. Ose dhe 1,90 së shkeq. Kozat të pyeta pak Erinën, cila është vesi jot më i keq. Çka është ves? Ves është çfarë ves është këti? Okej. Që ja shot mirën krejtve njerëz. Qa thua dha? Po valla. A kuptova? Po zonën e ke ndruar këta? E kom po operacion. Ke po operacion edhe zonën, po ku i ke gjetë ton këto lekti më dha? Pjedhin në operacion, gjoksin në operacion. Po bythën e ke po operacion? Jo, natural. Natural bythën? Qa të thonë dha? Bravo. Erina që je një tip që do vetëm kur pi mall do të bësh marrëdhënie seksuale. Pi drogë gjithë natën edhe do vetëm kar gjithë natën. S'marrë drogë. Nuk merr kur as lloj droge s'ke marrë ndonjëherë? As një, kur. Po si ka mundësi? Veç alkohol kur a dit ndal, po rallë. Alkoholi pi më shumë? Pëlqen whisky, vodka, ose cocktails dhe shkam. Okej. Risa, a ke shkuar ndonjëherë me ndonjë mashkull pa e ditur që ti ke qenë trans? Jo, gjithmonë i kom thonë. I ke thënë direkt para që jam që e trans? Tham, nëse ne, që më thonë, ka njerë do quna ma lypin snopin, edhe unë i tha më njerë, trans jam. Qa thuma, pse me të pak shu live në gjasi pilla? Jo, po vësh për thëmë se du me kone... Jo, shumë me të pa për shumë për balë. Nuk të kuptët do të që ke qenë mashkull. Besoj që nuk shio. Ta din, do njerëz e shofin me njerë, do se shofin heq se... Zdi... Me qenë tap me një muzikë fuz kanë karin ty. Pa e ditë fare. Po nëse bëj që se së tume, po. Mi ma shtru njerëz. Që ja rëp të qunë runi në për muzika, në anë motër. Më rëp shpije, varë si qa, ju dalim para, rëp të keni runi e ta. I pa dalë jeri shoku tim, ma ka tërgu histori shoku tim, tu nejt me një 4-5 pila, me i ven. E ne, do ti një që ishte trans, ishte më pidhir, si me thanë. E ne mrapa e kish marrë vesh që kish qenë qunë. A kuptan? Po dhe, kuptaj. Kari druat i gjithë natën që jara me transin. 4 pilla tjera të ne tani. A i du marrë me transin. Muna, unë si gjykoj njerës për preferencë. Ja, motrën pillë që ka boj, do kisha lash. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozat të pyte pak Erinën. Erina, a ti japësh makines me marshe? Apo do vetëm automat? Nëse kom lije një kerit. A? Po, a i të full për kërë? Makin? Për kar, si thënë anglisht. Makin. Kar, anglisht, kar, dhe me thënë kar. Makin. Në gjuhën e Kosovës kër, anglisht, kar. Po flasë për karin, dhe me thënë i jep me marshe, apo automatik? Nuk e di. Kozat thot jam shumë kurioz, jam një tip thot që jetoj në Londër, për momentin thot jam i magazin bari, pyte pak Erinën, Erina po me mjekrën si a ke bo? Ka tipa që du me ditë për mjekrën tate. Kom bo lazer edhe me hormona së më dolin mo... Ke bo lazer, a? Pak, u duft, edhe me hormona së më del mo mjekra. Qa thu? Së më dolin kimet mo në trup. Nuk dalin më trejnë. Po, nuk e as me i ven qime. Nuk e as me i ven qime, them. Më falë se jo me Kosovës, nuk e kuptoj. Lesh, as ke as me i ven. Jo, s'del.
Qa tu thana dha? Shjarë, si ka mund si s'kan resh ta më dha. Okej, po cica të të njoni, kur i ke bo? Sa kurios janë njerëzit arë. I kom bo që 2 vjetë. 2 vjetë, pse s'ke pas, a? Ke pas një shumë dras? Kom pas me hormone jënë zhvillu, pak. Janë zhvillu me hormone. Po në pak ma të mdoja, po ne kom dosh pak ma shumë, pas mu kon pak seksi, dyshysh. Pak seksi gjithë, bravo. Cilin. Klunë pëtha, bravo. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, kozak pyete pak tatuazhet i ke bërë kur ke qenë trans apo para transit? Para i kom pas edhe kur më kon alo qun. Po më shkoj një mirë besoj tash. Sa i gjatë je, Irina? Sa i gjatë je? Sa isha atje? Sa karin pidh atje? Ore, sa i gjatë? Sa i gjatë, gjatësi? Unë në gjatësin e kom 1,85 m. Qa thua dha? Me mo dhe. Po mashku më dha, normal, se ka qenë mashku t'ke plako. Po dhe, po që ata kom nevoj një... Se më 1,85 është e vështirë me qetë, dhe është shumë e gjatë. E vështirë është. Shumë të shpis, pa femër 1,85. Besoj që... Po, kurios jam, sa ke numrin e komës? Numrin e komës, dhe ke një 24 a 25? 40. 40 numrin e komës? Po si ja bo për pusë, është e vështirë me gjithë numër 40-a? Nuk është vështirë. As shtikla, asa... Si ke pas emrin kur ke qenë qunë në plako? E kom vos Endren. Endren, a? Po. 20 asma, amena ta kesh numrin e komës të 1,85 e gjatë, më si qërë. Ti do ta kesh 23, 24 me regullër. Ja, shumë pak, ako të 20, më si qërë me gjatësin që ke. Irina, a është e vërtet që ke gacmuar ndonjëherë ndonjë mashkull? Unë e kom gacmu? Po, mashkull. Jo, kur njetë. Kur s'ke gacmu, a? Me gacmu mëre. Pse nuk gacmuan, a? A duk na që ngacmu njerës? Po të nuk të gjohë në gacmu. Shumë po të flasë mirë, shumë provokative. Vazhdoj me pyetjen e radhës, kozak të pyete pak Irina, cili ka qenë vendi jot më i çmendur që ke kryer seks? A do ta them unë? Po ke turp. Dikur. Jo që kam turp, ama diqysh... Diqysh... motra, nuk kam rrezikur. Nuk kam rrezikur. S'm ka hije me fol për të sana. Po nuk ka lidhe, kjo është intervistë normale, po të pisku cili ka qenë veni jot më i sikletshëm që ke kryer marrëdhënie seksuale. Mos po them ku je shin venin më që ke pas sikletën, po të pis në mënyrë, si më thënë, me shkollë, ku ke kryer marrëdhënie seksuale në vendin më të sikletshëm. Kjo është pyetje e krejt normale. S'besoj që është normale. Më rëp shpije më normale, s'ka më normale. Këtu se ne i flet me tjetër quna. Po kjo është një pyetje që cili ka qenë veni jot më i sikletshëm që ke kryer marrëdhënie seksuale. Ti nuk je 15 vjeç edhe po ke siklet. Ti je 7 vjeç e i qif sharët. Ani ti po del, po thu kam qenë qunë, jam bë gocë, edhe po thu katë, po thu ke katë. Arë mos i shira. Do me thonë që jam trans që se respektoj vetën, Po pra, unë po të them ku ke kryer marrëdhënie seksuale në vendin më sikletshëm. Kjo s'është një pyetje e rëndë. A do të po e merr për keqit të kthej unë përgjigje para, pastaj na kthej ti. Jo, faleminderit. Si ka mundsi nuk të përgjigje kjo? Kozak thot, pash zotin pyete herë këtë gocën, thot, është gocë, thot pyete pak, nëse bie në burg, thot, ku shkon, te burgu femrave apo te burgu grave? Te burgu grave, te burgu femrave, te burgu grave, çakarja. Te burgu femrave apo te burgu burrave? Femrave. Se kam poshtë kam njëjtë se kur ato. Por si e ke emrin pasaporti? Se në pasaporti se ndrohet ata emrin ti. E kom ndru. Si e ke? Po se ndro do të gjinin pasaporti, jo vlla, sa do të qiesh mbyllë blagu, çfarë do thonë ti, bash pa. Dokumentat që kom ndryshu janë femër gjinin. Jo, po nuk e bë dot se ti ke lind mashkull, nuk e ndro dot ata. Po ta jap unë me çfarë dush, vetëm atë nuk e ndro. Zvicër jetoj. Po ti në Zvicër jetoj, ti jeto
në han. Nuk e ndro do ti. Ta kisha kallzu Pasha kishën e lashit nuk e ndro do të Ta kisha kallzu pasaportin që tash ta kallzoj. Nxirre pasaportin, nxirre. Se ka shumë njerëz guxoj. Jo, nxirr vetëm gjinin. Vetëm që jo emrin, bllokoj emrin, jo, nxirr vetëm gjinin. Ti çish ka mu vrej, ka Pasha kishën e lashit nuk vret asgjë. Nuk e ndron. Pasha ndron pra se tani. Nuk kam çka më rajtun e po ta tham. Po si mund e ndron më ty të ka, po ti ke lind ti e ke pas mashkull, si e ndron këtë? Se çfarë? Pari kari, po ndron me tablete, mirë për tablete. Me fol? Po, të lejmë fol. E veç shtetin, e thu që je transive, jetu e ndru gjinin, edhe ata të... Po si me ta bën gjinin ty, më da, qa do gjinin e me të vën? Po ne po shkëm pedh. Po ti po shke pedh. Po që ata mu ka... Tjetër, okej, pra, okej, ti po shke pedh. Dokumentat, sot pedh edhe në dokumenta jam. Dakor, pra, ti je pedh. Po një tjetër që është si ty, a pedh po ka karë, po është? Si ta boj? Nuk besoj që e lejojnë, për shembull. Si se lejo kanë atë, lejo kanë ty. Se pedh kam. Po pra, po da e thët pedh jam, po se kam. Jo, po one kam gjenite... Po këse dhe të vile të shovi pedhin polici, të hape pedhin të shofa. One me trup femrës, 100% kam. Ti e trup femrë, më ke dhe tranca që janë qia, motrën, të pikturum, po kanë karin më të matë se ti një poshtë. One nuk jam, one s'kom kar. Po pra, nuk ke kar ti, okej. Po ke një... është tjerë si puna jote që a ku të nga trantë shumë e bukur me e pa thua la yqa loj femre, po e ka karin më të masë se ti më poshtë. Mi thonë, po nuk mund të ndryshoj do të gjenin, a i të gjenijat e pashaporta, a i shkruajnë mashku. Po pra, dhe ti e mashku në pashaport. Jo! Po si jo, më da nëzire pashaportin. Inshallah kena mu taku e ta kalzoj, me njerë. Po në motrë takojnë, ama se kam problemën me taku njerës, në takoj loj. A sonës të kom, ka jepi pasaportin edhe më shumë. Ja shini mbyth, a shini ta jepi pasaportin edhe e këshyr. A jam rajbo me vetën time, po. Shini motrën ju tjere. Unë nuk ujti për pjetë. S'kam qka me mshef srajona, e sinqirt, 100%. Tani po të tem vetëm diçka. Nxirre pasaportën, po e patet shkrujt me pasaportën ti femër, rëpte e motra, unë të bëj qatë dushti. Jam pjellnone unë, më së freni po kudzoj me kalzus, po kudzoj se shumë panire. Vetëm gjinin, më mbylli emrat gjonat, vetëm gjinin. Ja, bo, ku nëzire me pasha kishë e po mi po dikush sene. Në motër askush nuk e shefërë. Askush. Da, qaj tu më shti me bo qëtash. Hajde. Atke. Osë më pëlqen qëtë. Pa. Du më mjep stres dikush. Nëzire. Jo, vas po kucaj. Jesë po gudzoj, Allah. A mja kalzu njerës ta? Pasha kish në lashit nuk ka shanse në botë që ti a kupton ta kesh në pashaport pire. Si ka mundësi më dhe shani të bo pire kjo më. Ja ta karin më të malë setimin më dhe shani të bo. Mja bo. Okej. A veç të numrat. Okej. O zëti madhë. O quna shkarkoni Morlani pikomëra. O po tut në. Qysh mja bo? Si ku ngishtat, s'po rëtullë ngishtat, frejt, okej. Pishpak. Ta besojmë edhe, si ka mundësi më dhe kanë këfin nga kare, kanë këfin pillë dhe. Që në ka mashkull vaj është. Rëborit me të mlaja se tu jetë të mi jetë bashkë. Qysh mja... Sot i madhë. Mlodhe qëta është, mlodhe. Ku e ke më dhe? Te gjinin. Ku e gjinin e më dhe? Ku është? Është në speti qa. Te gishte jam nalt. Pështë që të? Qëta të gjatë të pillë dhe? Qa pesha? A me ta kazur? Ma mirë? Se s'po shijet mirë. A me këthy kamerën? Po, këthe e kamerën. Si ka mundësi që kanë shkujt pilla ty më dhe, që kanë rota kare. Qepim shefe. O zot. Si ka mundësi femër më dhe, duhet jetë mashkull dhe shok. Okej. Qa kare një të bëmë, ju të pashaporta, se du të shirë, që një të bëmë dhe. O zot. Okej. Qysh mja bo? Që ta kapi këtë Nokia në dorë, ja u grabisi audiencën kretve, ja u lej pa buk tanë TikTokun.
për natë keni intervista, rë. Do t'ju lej pa buk. Nga 15.000 veta dhe Fire, që janë shta që kanë nga 20.000 që i kam 15.000 bë me kapshet Nokia në dorë, s'ka pidh motrë në Shqipëri që më del parë. Anë gjut, 1000 vegjel, si ta kapi Nokia në dorë ju fusi karin ngoj. Bitëshira, hec, më roni karin. S'ka ma udinë të du, në gjithë femra lakurishtë. Femra që e ka pidhja rove, më dha. Si ka mundësi, më dha. 99 ka lindër. 99 kam qenë të pi malë që rëp. Kjo ka lindë, vari karin. Kur I ka mundësi, më dha, që ka femra. Njeri dikush, besoj e ka një rabën. A thu ke qenë femër, je femër fare, më dha. Dhe thu kot jam transfer. Jo, ne, nuk Da rej. ka bo pjedhin kjo plako, se s'ka mundësi o plak me ja bo në pashaportën femër. 1.82 që ka i gjatër. 2 metra djallë më dha. 2 metra pidha modele. Ja, motrën edhe. Allah të qofte dago, për derisa ke bodhe pashaportën, ja ke shirë. Me rëpshi, shtu ke fitu pik më thekshin rëp. Me këtë pashaportën ke fitu shumë pik. Ti për shumë me janë zjerë kujtë pashaportën, ato kanë s'ka pidhë, në nesha me të bë. Se i thu jam pidhër, karë. Je po je karë, je marë nxjerë pashaportën, a shef që ja pidhë. Më ka ndohë që shumë era, dhe me më thonë dikush ti i gjallë, edhe një thash shumë Pashaportën, narë, qif sharëp, që djallë, qif sharëp, që ke pashaportën. Po flokët e, a i ke rritër o këta? Po, të mijat që janë. Po me dash në njoni, për shumë, me dash me bo letrat me ty, zi bojt, a martohet a? S'ka nevoj në mo njerës në politë. Me të marrë me bëjë një quni letra, bëjë njerë në njoni, nëse rrëtë. Në Kosovar? Po jo Kosovar më që do dhe ratëse tjetër. Bëjë letra, pari karë. Merë pashaportën me këtë tipin, A më shemen e Kosovar, a ju? O që, unë merë pashaportën me këtë tipin, më vdekshin rë, direkt në pashaportë, të lëviz. A gudon. Po ti duhet bësh edhe mitrën në plako, me regullër. Ta kon ta bësh dhe mitrën, që të ngelesh edhe 7 zana, ty je qiarë. Smoj, no, bes, a din që i kom po do njës e kanë bo, po di që shumë. No, në motër, po si smujnë, pa shakish në lashit, janë të ngell 7 zanë meshku i rëp të motra. A si ke pa lajme që janë të bo, po ti duhet të ngelesh 7 zanë, dhe do të vesh vezore ti, se s'banë. Ko hi jeme Se s'banë do të vesh vezore. Ko hi jeme 7 zonë? Po jo, me ngellë edhe 7 zanë pasaj s'ka pjellë motrë që me thënë mashkull ty, që mashkull kari më shoku ty, me ta derdh mërën ngellë me barrë, që mashkull i kari jeti, sy më të meshkujt. Ti do të me vënë mitrën, me sa ju i mitër, e në me sa ju vezoret. Me sa ju dhe këto dyja i shirë, më pjellë bosh i 100% femër. A kuta që ti është tamam femër o plago, jo vari karin. Se me ta derdh tjetëri mërën, ta derdh një 3 muj rresht, nuk ngellë vari karin. Do ta isha shkjorë. A kuptan? Po kuptoj. Po vune. A kene kry? Me pyetja të oba? Jo, se kam kry, më sa kam njës, sa kam kryer. Sa veta ke live ti? Sa veta ke live? Me mi. A ke pas me jerë 1.000 jetate? Unë kam 13.000. Boft halal. Pos beson, hy shifi. Pale, nuk besohet. 13.000 janë këtej. Si ta kapi këtë Nokia në dorë, ta marri ton TikTokën, po e kam lënë Nokia, sepse s'kam dash. Ju kam lënë juve me bë pak qef. Tani vazhdojmë me pyetjen e radhës. Kozak të pyete pak Erinën, a e marrë ndonjëherë me trade? Trade. A na ke pa qa bëjun me Aleksin, qa kena pas bo? Trade, lartë, poshtë, zhiva. Zdi qka një të thonë së tashtë. Trade. Ja Tiranci, si që është Tiranci. Tiranci është pjesë e trade. A e marrë një herë me trade? Bursur, rritet nafta, floriri, goldi, bie. Me pare, kësi pare. Pare. A e marrë? Jo. Ta këshilloj që të merresh, po do me bëllek. Jo, këto jenë aktivitetet e meshkujt. Jo, falim. Jo, mos janë ferma, ke edhe meshkuj, ke edhe ferma që bën trade, s'ka lidhje. Kozak të pyete pak Erina, a do t'u merr, a ke besuar ndonjëherë në fe? Po, normal. Te kush fe ke besu? Krishterë. A beson shumë në kish? Besoj. Çfarë beson për shumë?
në Zot, në Krisht. Po Zoti thot shumë gjona nuk do t'i bësh shumë gabime për shkakun. E po, krejt i bojmë gabimet, krejt, kërkush nuk është perfekt. Okej, pyetja radhës është, kozak thot pyete Erina, a ke pasur ndonjëherë lidhje serioze? Jo, s'kom pas kur. Kozak thot, Kur se më rëndash një? kozak thot pyete pak Erina, a të vinë periodat? Jo, Nuk të vinë fare periodat? jo. Po si ka mundësi që sa ke bërë, pak në do të bësh dhe këto perioda duen bërë. Jo s'm vinë periodat, se s'muj me bo fmi. Pra po si me i rrugullu me arë? A bëhet? Vaginën tem funksionon si Vagina më shumë ti si ke bërë, është komplet vagina? komplet, amo është 99% funksionon njëjt, amo s'muj me pas fmi, do me thonë s'kam periode. S'ke perioda, fare. Si ka mundësi që s'ke perioda, ma, do të kesh edhe perioda dhe. Të thash, kur s'muj me bo fmi. Jo, më ka duhet. Femrat e kanë periodat se s'kan bo fmi edhe del shtadën, kështu. Sa ka zjatë operimi me bo karin pillova? 30.000. Jo, sa orë. Tako, merë, për më shnush. Po edhe me pre karin, edhe me bo pillë, mrapa sa orë dhe gjë në thallë. Sa orë operacion? Operacionin zallër, të pre karin. Operacioni. Apo më janë me folas? Po. A, në ishtë po përgjishna, ose... Po rëpë të shpis tash asi që më dhapë, zë mërzitesh, më po qesh. Fal. Jo, mos tanin. Sa ka zjatë, pra sa orë? Katër 5 orë. 4-5 orë. A ke pas dhimbje? Normal, në fillim shumë. Qa thua, dhimbje të forta? Sigur krejt operaciona, po. A e shifshe të ta prej karin, a? Jo, më flejtë. E qenë flejt? Normal, mos me shtim me flejtë. Jo, thash që po le ke qenë të pa, dhe. Jo. Edhe bollet i kanë preja. Bullet, veç që to e kanë jek. Si, Tjera, vetëm kanë jesë bollet? tjekin, prej ka dalë, testikulat tjekin, amo tjerën, këtë tjerët ta bojnë për më konë për edhe mrena, edhe në kreta, shme thonë, veç i doktorat, unë si jam doktor. Për ata i kom gjenja atë këtë që thane. Jo, themi, edhe bollet i kanë prejë, rëpta. Veç bullet, tjerat, këtë ma kanë bo, mrena ma kanë shtish, me thonë, edhe për ata i kom në këtë në gjenjat, normal. Shre të thënë më dha. Nëse ki që të përgje, veç i doktorat, të lut na. Së nësë jam doktor, së më me tonë mirë sa në të më Ja kam prej dhe bollet e plaka, ku të ti që është bëhë plak. Halë, kjo është halë, vla, me të prej dhe bollet që jara. Po shurën edhe akot me të pytë se në bëm kuriozër. Të një shura si del edhe. Si femrat njoj, Qa thua edhe. Kolaj, këtë kolaj, ja. normal, ullën edhe, kaq. Ullëm, jo si be, jo po u që me bon kam, si sot njërë. Një smoj, se më dirë dhe të në kam, krejt, smoj. Se po të në kam. Po si kur ti krejt femrat. E mu ka femre që e bëjnë dhe në kam, ja 100 euro për Ja, valla. Pra të punë më se rrujt rabin di se ke femra që është 100 euro në billë, në kam e bëjnë. Janë kam, po rëpë dhe s'kiq. Bravo, jo që ka shumë njëri mirë kjo Erina, më vdekshin rëpë. Erina, 12.000 veta për të shofin. Për hajrë. La audienca on top. A këta më du që shta? Po, besaj. Si qështu? 12.000 veta? Po. Sa herë që të marrë nokin dori, kam kaq.
I kësafsh pra. Faleminderit pra. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Erina, cili është dëshpërimi jot më i madh që ke pasur ndonjëherë? Kome ta bo bajat, po dëshprime që dhe më thonë? Zemërimi jot më i madh. Oh. Pyqe e ronë. Pyetje e rëndë valla. Pyqe e ronë, valla. Peruj për intervistë. Kitas, moj më të ronë. Okej, më rruje vari karët. Vari karët, më nona. Vazhdojmë. Kozak, të pyte pak, të pëlqeni i gjatë dhe i holl apo i shkurtër dhe i trash? Qetër pyqe. Ja, tani për këtë s'kthen, për atë s'kthen, për këtë tani për Për veç senek seksualën e s'flas këtë. Po me tani seks si pjesë e jetës, është gjithë bëjnë seksër. Mos kujto se habesh ti. Normal, po Unë unë besoj që respektoj vetën duesh. Okej. Erina. A ke pirë ndonjëherë alkool dhe ke lozur bigjoz, ajo bigjozgjie. A loz bigjoz? A kom pi alkohol edhe tani? Mall. Jo. Roba bon. Kur? S'ke pi kur në i mall drejtolër. Veç alkohol. Palashi sa më ka marrë malli me pinë i vizër. Marova tek, shtash e kujtova. Vazhdoj me pyetjen e radhës, Kozak, të pyete pak Erinën. Erina, a ke mashtruar ndonjëherë ndonjë mashkull? Jo. Do të me i mashtru meshkuj të plago. Do të me i marrë lekët. I bëj lekat dhe... Mirë lekët. Mi ka pagu kërkush operacionet. Ore gjërë se mund t'kesh, ore ke tipa manjaka. Jëm kill vetë, kërkush... Ore ke meshkuj që shinë ku t'ketë brim, mëra, vesh tjetë brim, nuk e ja kari qalloj brime, veç e fusin. Merë ju lekt, piju gjakon, shika që bëju. Kozak, të pyte pak Erinën, a njifesh me shpresa Castron? E nja dhe... qike mirë, më pëlqen. Ma ke pasi është me filtra, rëp më e mirë është kjo që ka qenë marë. Rëp të shpresa më e mirë është kjo rëp që ka qenë mashkull dhe e ba femën se satirë. Faleminderit, a më besoj që nuk do të më... Unë do më barazu me femra, dhe me pas kësi urejqe o gjelozio. Shinu barazu. E jarin e ishës. Unë i respektoj femra shumë. I respekto shumë femrat, a? A ke shoqe, Allah? A ke, Allah? Po, shoqe, Qin ke shoqe? A ke shumë shoqe, anja? Qin ke shoqe në gusht? Kam shoqe në gusht, apo do me ta prezentu? Po, pse jo? Ane, kur shofim në Shqipëri ose në Kosovë, ta prezentaj. Kozak, të pash kishin e lashit pyte pak, po zonin thot si karin e ka bo. Zonin? Zonin thot si karin e ke bo zonin. A i bjen një keq, a mirë? Jo, i bje mirë. Okej. Operacion e këmë. Operacion. Po. Sa lek zgjati, sa lek dhe? Sa lek? Po. 10.000. 10.000 zoni. Zonin edhe me jekë mu. Ja, pjesë shandu, po. Po Kozak, dhe pyte jërë këtë gozën, dhe që bëne jam i qunë, dhe jam burg, po jam kurios për femra, thot. Pyte jërë këtë, a ka sekracione? Qa e sekracione? A ke sekracione? Qa e sekracione, dhe? Që pi vaginës del... Qa e në quna sekracione, dhe? Langë këto sana, dhe natural që dolin, dhe? Komentoni pak, Allah, qa e sekracione, se se dim, Allah, qa karin janë, Allah. Langje, varikar, langje. A ke sekracione, a? Ke erë? Po, veç menstruacionat nuk i kam. Pas këto sekracione, më dha kjo. Zakonet si ka plago, jo? I ka dhënë me qera.
vazhdojmë me pyetjen e radhës. Erina. A është e vërtet Erina që ka meshkuj manjak që ta lypin direkt, edhe pse e din. O Ero, kush është ajer Bosiro? Tash ishte ai eri me bilionerit ma gjute i Luan për të galeria Arero. Apelojnë. Po na gjynë njoni më 10.000 veta gjithë këtë emision, i dhurat nuk e meritoj e qifsha motrën, tu qesh me orë tëra. 11.000 veta live. I dhurat nuk e meritoj e qifsha motrën. Na? Po na gjuni në i dhuratë, bër. Herë tresh, gjuni herë ta marin vesh, 11.000 veta live. U këthy bisha me Nokia në dorë. O Albi, ta rujtë zoti familjen. Gjuni marquna 11.000 veta. O Ero, kisha lashit kujtimi që dhe kam popullin me vetëm. Qoni 25.000 pik, 30.000 pik. Vetëm nga i nati shtyne që, o në nejmë, gjujo në nejmë, nërë tresh të angsha zemër. Gjuni ere me për gjithë këtë intervist, e meritoj edhe unë e giftërër. Mos i shini motrën, se s'kam dalë të për kartë babësër. Po sy të plako, i ke bë operaciona? Ni ke tresh të, a? Mozat e shta gjënat, i ke bë operaciona? Jo, natural këtë, veç Natural që ja, rëp të dhe. boost i kom bo, Boost i ke bë, ftyrën e kom bo, po hunën a ke bë, dhe. jo se kom bo. Qa jo hunë, dhe ti pas ke hunë si pilot, më dhe. E gjinjentët, jo është si ka bo se robi sinqert këmë dhe. I qasë është të tregu më shoku, jo më ja kari për me thënë kam bë hunën. Ti për thot kam bë pillin, ti për thu hunën, kari, rot kari. Po cicat i ke bë, ha? Ku? Sa lekt kanë shku cicat? 5.000. 5.000, s'pas kanë shku shumë. Gjënat vogla. Sa lek e hull me u bë pill komplet edhe? 30.000 kushton. Pill, jo, në total sa ke hull? Në totalje, trupe jam 100.000 besaj. 100.000 ka investu edhe, që ja, motrën, pill. Pas ka investu të në këto lek, më shok. Për vetë vitja s'ka ku. Shumë lek ka investu, më ja ka shi motrën, ka investu gati 100.000 euro më bë pill dhe plak. Ka bë investim e rëp shpije. I shpije rëp. Të fresku. Okej. Zoti madre. I Ferrari. Faleminderit shumë për intervist. A do me iksh tasha? Besoj që po edhe shumë. Se më qatë bëna rëp të motra intervjist normale. Kena nejtë bo, besoj. Pejmë edhe i shik më bërë. Edhe në qëtër ditë muna me bo pet, nëse Pejtë më të bësë sem të të shas, të ofendu pa shakokën e familje. Thash sen asone, thash Sem të sen. të nasi gjemër, pëse do me ikë, pejtë rrëdhe paka. Se ju më Po flokët a i ke bë extensiona. Injas pak, amo që të kretë në të mija që. Qa flokë shka më dha, dhe flokët i ka si pila dhe. Bravër. Ku i more të tënë këto lekë dhe? Peruj për intervista pet. Hej, one Ika. A i ke? Edhe faleminderit për bised, edhe respekt. Njëga si që më dha, si gjore. Po të kam thënë një pyti që s'ka përqy ma bëha dhe, po kam qenë spat në malër. Edhe respekt për ty, ka lëf shmirë, okej? Pritë të marrë loja dhe ikë. Okej. Jo, po kemi fitu. Po pritë i shifsha rëpë, se s'ke ardhë të shejtani e i shifsha motrën. Duroni. Mustani se s'besoj që shë për ty. Duroni e i shifsha rëpë sa vinit e mu direkt doni me ika i shifsha motrën, se u qajmë të i borë. Usan, veç ju më ljohë, po du me flajt tash. Ju dhe mo dhe sa vinit e mu direkt do iki, po prisë një bu qa. A jam a i forti për intervista rëpë të quna, si ta kapi nokin dorë, jo fire, tu i nëzirë pila lakuri që aty e tu bë. Po s'ka pidh motrën në Shqipëri që ma merë audiencën mu, si ta më bërthej nokin në dorë. Ma në gjutë. Ju kam lënë vetë me bë shef shtokorë. Po si ta kapi shet nokin në dorë, s'ka pidh motrën në Shqipëri që ma merë audiencën mu. Okej. Ika ona. A i ke rëpta. Po i ka plako, i se të gjeni personazh tjetër me e pytër. Po i do të marrë loja dhe i. Qënë të marrim në një me dha. E di si vim me 11.000 veta, e di si lëpijen.
O zoti i moll, lëpiri kështu me llap. A di si vinë tani kur shojnë në kaq audiencë madhe, ma harrojnë. Shtash do t'ju kap nokën në dorë dhe t'ju lej pa buk. Pik dielli s'keni me pa mo me syrët. Fajer i karit 4.000 pas kararët. A do t'i bëj edhe ca pyetje dhe i loj dhe ik me rëpshje të fortar. Jo me tu, nuk të ofendoj me tek familje. U kry luja edhe... Në gjo më një sekundë, për prit më një minutë, se që më të të në gjo. Ti bëj dhe ca pyetje të forta dhe ik, edhe i loj dhe ik. Jo, tjetër herë. Tjetër herë, okej, më ik. Kena ko, kena ko. Për zoti, respekt. Kryt zoti, Bëjnë ato pyetje, le mos e gjem personazh tjetër o plako, kesa dush. Kesa dush më 10.000 veta vinë lutën. Jo me gjem këtë pederasin tjetër. Ta marrë pyetje që të pjedh motrën. O, rëpshim, a je për intervista për të nxjerrë jashtë, kam 10.000 veta